Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Livia, ka hapur një pyetësor në Instagramin e saj për të gjithë fancat. Ajo mori pyetje të shumta nga ndjekësit ku nuk munguan as ato në raport me Egli Takon. Mesazhin që dha ajo ishte se ka kontakt me Eglin dhe se nuk do të shpalos ndonjë detaj më shumë. Ma keni mbush zemrën me gjithë këto mesazhe të bukura. Në fakt nuk jam shpreh që shur kam dalë, por do të dini që jam mirënjohëse pafund për gjithë këtë dashuri. Doja përgjigje për disa pyetje që më keni bërë më shumë. E para, po, jam në kontakt me Eglin, por nuk kam dëshirë të shes informacione deri kur Egli vetë të vendosi të dalë dhe të flasi. Mund të shpreh vetëm që Eglin e kam zemër, çdo gjë që kemi nda aty brenda ishte reale, çdo gjë vazhdon siç ka filluar dhe ja duaj shumë atë buzëqeshjen. 2. Nga jeta private ose sentimentale nuk kam qejf të ndaj gjë, por jam e lumtur, besoj mjafton. 3. A do isha fut përsëri në shtëpinë më të famshme? Po, më ka njesh një epitet që nuk qëndronte as pak dhe kush ka ndjek më të vërtet bigun ka pas mundësinë me njoh intuitën time, mënyrën se si ja plas turinjve të gjithëve dhe po, edhe zgjuarsin time. Nuk kam lujt, kam qenë e vërtet dhe s'kam shit dinjitetin si disa. Kjo vlen më shumë se çdo gjë, po edhe publiku e ka vlerësuar, e di shumë mirë. 4. Për kë më ka marrë malli më shumë aty brenda? Për Rozanën dhe Laertin. 5. Gjestin e kam gjanë dhe i kam tregu. Nuk kam ndryshuar mendim, është lojtar i fortë dhe meriton fitoren, por siç e kam thënë dhe herë të tjera e ndaj me 3 vet fitoren, Gjesti, Rozana, Laert. 6. Projekte televizive? Ngele për të parë në vazhdim. Ishte përgjigjja që i dha të gjithë fancave, Livia. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.